Ura e Halilit, një ndër veprat më të vjetra dhe të ralla të trashëgimit son kulturore, ndodhet sot në gjendje të mjerueshme. E shpallur monument kulture i kategorisë së parë, kjo urë shekullore që gjendet në territorin e Bashkisë Klos është e mbuluar nga ferrat e barishtet, ndërsa një pjesë e rrugës pranë saj po shembet duke rrezikuar seriozisht strukturën e gurëve të saj. Përveç dëmtimeve natyrore, situata është përkeqësuar edhe nga hedhja e mbeturinave nga banorët e zonës që kanë shndërruar hapësirën për rreth në një mjedis të ndotur. Banorët apelojnë që instancat përgjegjëse të ndërhyjnë urgjencisht për pastrimin dhe mirëmbajtjen e urës përpara se ngricat e dimrit të përshpejtojnë dëmtimet strukturore të saj. Vinë nga njëherë ja presin ferrat kësaj urës këtu, por në i punë tjetër nuk bëhet. Nuk bëhet. Kjo faktikisht të bëhet e kalueshme kësaj do t'i bëjnë në i rrethim anash, t'i rregullojnë, t'i venë gurët si që ka pas dikur, kalim në kohës. Pastaj, një këtu që është shem kjo, nuk vedur kur kush. Këtu ka rrezik me ra një vit u bën që është në qatë gjendje, nuk interesohet kur kush, nuk të paktën me bën një mura dhe se fëmijët e shkollës, ja, ku është rruga ku kalojnë fëmijët. Edhe ka mundësi ve makina, 13 fëmija për të donë lumë. Duhet të vënë gurët, si që ka pas dikur, se unë i maj men shumë mirë, po edhe një farë rrethimi po, se këtu nuk kalëhet, nuk lëvizet këtu. E aq ma tepër për dimër, që të fillojnë lagështie, ngëjësat e këta gjona, tu s'kalo kush ma. Mirë është që të vje dorë, do të thoshte që a vetëm kjo është për të vënë dorë, jo se ka bëll të meta që duhet të përkupohet bashkia, shteti në përgjithësi. E ndërtuar rreth 300 vjet më parë, ura e Halilit është një vepër e stilit ndërtimor venecian, e cila lidh dhe fshatrat të Darsë, Belë dhe Fullqetë në bashkinë e Klosit. Megjithë vlerën historike e arkitektonike, vetëm një ndërhyrje restauruese është kryer vitet e fundit. Heqja e gurëve nga struktura po vazhdon, duke e bërë urën gjithnjë më të brisht. Sipas banorëve, mungesa e sinjalistikës dhe mbrojtjes fizike mund të çojë edhe në dëmtime të qëllimshme. Mat Televizion e ka ngritur disa herë shqetësimin për gjendjen e urës së Halilit, duke i bërë thirrje institucioneve të trashëgimit kulturore që të reagojnë për shpëtimin e kësaj vepre të rrallë të arkitekturës tradicionale shqiptare.